بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم جل جلاله أفلندرويم prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, salavat të dërgojmë për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu ibadetet tona qabul të na i ban, ditët që kanë met Allahu xhalla xjalaluhu të na japë jetë dhe të përjetojmë njështu ibadetet të cilat kanë met dhe këto ditë të pakta, Allahu xhalla xjalaluhu na i mundson të përjetojmë ashtu dhe të arrijmë kënaqësinë e tij. Prandaj, vëllezër të dashur, pasi që jemi në ditët e fundit të këtij muaji, Allahu xhalla xjalaluhu adhurimet e tij e dim se shpërblimi është më i madh dhe e shumë pishon më së shumti. Prandaj e poshtë arsyeshme që sot të flasmi për zeqatin që shumica e njerëzve, zeqatin të cilat kanë me dhënë, e lojnë në muajin e Ramazanit për ta fituar sevapin më të madh. Prandaj Allahu xhalla xjalaluhu në shumë vende në Kur'an e ka përmend zeqatin sepse është një adhurim, është një farz që Allahu xhalla xjalaluhu i ka dhënë shumë rëndësi. Dhe se herë në shumë ajete ku e ka përmend namazin, ja ka bashkangjit edhe zeqatin. Në një ajet të surës At-Tauba, Allahu xhalla xjalaluhu urdhëron besimtarët dhe i thot Muhammedit alayhi salatu wasalam në këtë ajet, thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Allahu xhalla xjalaluhu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, merr o ti pejgamber i Zotit nga pasuria e tyre zekatin, do të thot sadakon të cilat Allahu azza wa jall e ka bërë farz për besimtar. Thot që tua pastrosh pasurit e tyre dhe tua arrisësh veprat e mira. Në këtë ajet Allahu xhalla xjalaluhu i ka përmend disa gjëra. Do të thot njëna prej atyre është urdhër. Do të thot është farz, është obligim për çdo të pasur i cili e arrin nisabin e zekatit me kry këtë obligim. E dyta thot që tua pastrosh pasurit e tyre. Do të thot brenda pasurisë së besimtarit, do të thot që e ka fituar me halal. Është një pjesë që Allahu xhalla xjalaluhu e ka bërë që pasunikt me i ndihmu fukarat. Mirë po në këtë aspekt nuk ka thonë jepne, mirë po i ka thonë pejgamberit alayhis salam merr jep. Do të thotë merr javë çka? Se shumica e njerëzve ju vjen zor me dhon zakatin. Pse? Është pjesë e pasurisë. Do të thotë. E çetash, kur ka thonë Allahu merr javë, do të thonë mos i pyet, sepse çka zakati nuk ka e jotja. Është haki i çetërkujt. Për ata ka thonë shko merre. Edhe me ja dhon atij çka i takon. E në thot, nëse e japin zakatin, atëherë veprat e atyre të cilat janë të mira, Allahu xhalla xjalaluhu do t'i ngrit edhe më lart. Prandaj si shtyllë e Islamit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot se Islami ngritet mbi 5 shtylla. Do të thot, an tashhadu an la ilaha illa Allah wa aqimu s-salat wa tu'ti az-zakat wa s-sawmu Ramadan wa hijju al-bayta man istata'a ilayhi sabila. Kjo është hadith. Thot Islami është ngrit mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Një. E dyta thot wa aqimu s-salat, wa falja e 5 kohëve të namazit.
Mi njëherë mas kësaj, wa ita zaka, do të thot me e dhon zakatin. Pas namazit me në zakatin, tani vjen agjërimi i Ramazanit dhe haxhi për ato të cilët kanë mundësi. Prandaj kur Allahu xhalla xjalaluhu e ka bën farz zakatin, do të thot e ka bën kur pasi që e ka bën farz namazin. Për ata edhe në shumë ajete ku e përmend Allahu ja ayyuhalladhina për shembull aqimus salat wa ita'iz zakat. Pse? Për një herë ja ka bashkangjit mas zakatin, a më përkan shumica e ulemave janë unanim të mendimit janë se ato persona të cilat kanë pasuri, janë zengina, mira më nuk e falin namazin, nuk ju takon me dhënë zakat. Pse? Sepse pasuria e tyre është haram. Se një njeri, një musliman i cili punon për këtë dunjo, mirë mo e len namazin, se fal namazin. Pasuria e tij, edhe pse e ka fitu me njerëz, me lodhje, kujt unë çka, s'ka mundësi me qenë halal. Unanim ulemat e kanë këtë mendim. Pastaj thonë se këto s'japin zakat. Pse s'japin zakat se s'falin namaz? Tu është dhe me thonë ajo. Para ata Allah Azza wa Jalla njëherë ka bon kur farz namazin. Kur e ka bon? E dim se namazin e bon farz në utën e Isra's dhe Mirajit. Mi njëherë mas 3 vjetëve, do të thotë vitin e ditë hijri, Allahu Jalla Jalaluhu ka bon farz edhe zakat. Do të thotë një vjet para hijretit. Një vjet para hijretit. Prandaj rëndësia dhe vlera e zakatit është shumë e madhe. Do të thotë shumica e muslimanëve në botë nuk e japin zakatin, shumica. Thonë me dhon zakatin, zenginët nuk ka fukara në këtë dunjë, as musliman, as jo besimtar, as jo musliman. Veç muslimanët me dhon zakatin. Çat shumë që kanë, do të thotë, pasuria Allah ju ka dhënë, me dhon zakatin krejt musliman komplet, nuk do të gjendet fukara. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, do të vjene një ditë se njerëzit nuk kanë me pas mundësi kuj me dhon zakatin. Pse? Se s'ka me pas fukara. Ka me kanë problem. S'din ku na me dhon. Sepse Allah xhalla xhalalu që i ka përmend 8 grupet në Kur'an, s'ki mundësi me gjetë. Sikur sot na e shohmë se Allahu xhalla xhalalu na ka dhënë shumë të mira. Në katun kanë me tek tu katu fukarat. Sun bijojnë. Edhe ku që ai zakatin dikuj, duhet shumë me allakat për me dhënë se Allahu na ka thënë të mira. Është prej alameteve të kiametit. Do të thonë shumë afër të kiametit. Pse? Kanë ardhur alametet. Alametet e vogla, thonë ulemat krejt kanë ardhur. Shenjat e kiametit voglat këtë kanë ardhur, kanë me vetëm të mëdhajat. Që i ka përmend pejgamberi alayhis salam, do thotë janë disa shenja që kanë me ndodhur në këtë dunjë, janë prej shenjave të kiametit. Për atë rëndësia, siç thash, do thotë është shumë e madhe. Kur e përmend Allahu xhalla xjalaluhu zakatin pas namazit, do thotë e përmend për njerëzit që janë të sinqertë. Për njerëzit të cilat e kanë ndro për ballin me Allahun xhalla xjalalu. Ato të cilët e kanë frikë nesër kur do të dalin para Allahut xhalla xjalalu se e kanë dhënë hakin e zakatit apo jo. Por ata Allahu xhalla xjalaluhu suratul Bayyina thot: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة." Allahu e përmend çka thot e me gjithë ata qenë urdhëruan, do të thot e kanë pas obligim, janë urdhëru vetëm të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert. Do të thot çdo ibadet Allahu xhalla xhalalu e ka përmend këta se duhet me përmbush amanetin kush ai i cili është i sinqert me Allahun xhalla xhalalu. Për çdo ibadet duhet patjetër me qenë prezent sinqeriteti. Dhe çka thot Allahu, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit.
Pse e kanë përmendur këtu Ibrahimin a.s. Sepse do të thotë në shumë ajete përmendet se sinqeriteti i Ibrahimit a.s. ka qenë në kulminacion. Për ata e përmenin, do të thotë kur përmendet sinqeriteti përmendet edhe Ibrahimi a.s. dhe thotë se ta falin namazin dhe ta japin zakatin, se për kjo është feja më e drejtë. Dinul qayyima, përkthimi do të thotë është i drejtë, mirë po e ka kuptimin me qenë çka fe e qëndrueshme. Do të thotë fe e cila ka qëndrim. Dinul qayyima, e cila do të thotë nuk ka mundësi me rrëzu dikush, nga se i ka shtyllat e forta. Për ata do të thotë çdo ibadet të cilën muslimani e nis me e bë, do të thotë e kemi përmendur se duhet plotësohen patjetër këto dy kushte. E para, siç e ka përmendur Allahu në Kur'an, do të thotë li'abudullaha mukhlisin, do të thotë me adhuru Allahu, me bë ibadet Allahun kush të sinqertit, ato që kanë sinqeritet. E sinqeriteti çka është? Do të thotë me e bën për hir të Allahut. Edhe e dyta, çka është? Me bën ibadetin në mënyrën çish na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe zakati, do të thotë, është njëna prej ibadeteve që pejgamberi alayhi salatu wassalam na i ka kallëzu kujna i takon me dhon zakat. Kush është ai pasunik që i takon me dhon zakat? Do të thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka përmend zakatin dhe nisabin e zakatit, e ka përmend, do të thotë se në atë kohë janë morë njerëzit me çka vlera ma e madhe, edhe sot e kemi, ma e madhe e pasurisë kush është? Është altani, ari. Do të thotë edhe shumicën globale në botë njerëzit do të thotë e vlerësojnë si, do të thotë si vlerë më të madhe kanë arin, altanin. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmend dhe ka thonë ai person i cili posedon pasuri me vlerë të altanit 91.6 gram. Disa thojnë 95 gram. Do të ka mendimet e ulemave, mirë po mendimi më i mirë është 91.6 gram, e cila do të thotë altoni vendi për vendit lëviz çmimi. Për shembull tena është më lirë, për shku në Arabia më shtrajt, është në Amerikë edhe më shtrajt. E këtu nuk e ka përmend, do të thotë se vendi për vend, mirë po në atë vend ku jeti tu jetu, e llogarit 91.6 gram altan, nëse i posedon pasuri e cila ta ka zonë më të moti, e cila e ka zonë më të moti, e ka bo një vit. Do të thotë çdo musliman duhet me pas kujdes për pasurinë e vet. Edhe ato të cilat kanë kujdes, do të thotë e gjojnë një datë brenda vitit. E gjojnë një datë brenda vitit, por më e mira është me e bon Ramazan 10 ditët e funit. Do të thotë me gjetë njënën prej ditëve edhe me shkruajt 2024 i kam pas që ka qpare ku sa në ku e monti pasurin tane anë bank ku e diune ku e kje 2024 për shembull me 25 Ramazan edhe e ki shkrujt kur të vini një viti qëtër 25 Ramazan e shef ti sa të kanë met por e sa i ki për qatë pjesën shef e kje do të thotë nëse e arrin nisabin e nisabi sa do të thotë në vitin 2025 e nxjerrën Bashkia e Islamit do të thotë ishte 7.419 euro. 7.419 euro. Nëse vjet i ki pas 7.000 ose i ki pas 5.000 euro, shembull në zarf, mirë po sot mot tu kanë bo 7.419 euro ose ma shumë. Për që këtë pjesën që i kijeti, dush me nxjerrë zakat 2.5%. Do të thotë 2.5%, edhe e llogarit. Do të thotë nëse i ki për shembull 10.000 euro, dush me nxjerrë sa 250 euro. 250 euro jep zakat. Edhe
do të thotë e pastron pasurinë tonë. Tani priç atij momentit deri vitin tjetër prapë këshirë sa të kanë met. Do të thotë çdo vjet, nëse ki ma pak qetërin vit, do të ki harxhime më shumë, edhe bjeni sobi ma pak, nuk takon me dhënë zeqat atë vjet. Do të thotë nuk takon me dhënë zeqat. Dhe kështu do të thotë Allahu xhalla xhelalu i përmend grupet. Do të thotë se kuj i takon zeqati. Edhe normal që muslimant ku e japin zeqatin. Ma herët në kohën e pejgamberit a.s. kur ja ka marrë pejgamberi a.s. zeqatin, e ka qu ku? E ka qu në Bejtul Mal. Ato e kanë pas një ark muslimant. Do të thotë ku i kanë rujt pasurit e veta. Edhe krejt muslimat e kanë qu zeqatin ku në shtet e kanë dhonë. Pse shteti islam e ka pas arkën, do të thotë e shpenzimeve për më ndihmu njerëzve fukarave, edhe agje e kanë dhonë. Tani ato ati ku e në konë dhe në Bejtul Mal, i kanë do veç, do më thunë, sa në ki zeqatit akon veç, sa në ki sadakas akon veç, sa në ki i fitrave akon veç, dhe kështu me ra. Do të thotë, mirë po nasë sot, nuk e kemi atë luks që kanë pas sahabët, do të thotë, me dhonë zeqatin ku, do të thotë në arkën e muslimane. Po na qka kemi? Na e kemi bashkësin islame, në vendin ku jetojmë këtu. Do të thotë. Edhe njerëzit shumica ku e japin zeqatin, e japin të bashkësia islame, nga se e din se feja qëndron, është ndorën, se ato e kanë medresën, e kanë fakultetin, do të thotë i kanë institucionet e veta, edhe mundohen njerëzit me shku me e dhonë zeqatin në këtë vend, nga se zë vend më shumë. Mirë po, a ban me dhonë dikun që tërkun? Ban me dhonë. Sepse Allahu xhalla xhelaluhu i ka përmend grupet ku ti ki mundësi me dhonë zeqatin. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, do të thot innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal alimin alejha. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, do të thot zeqati i takon kuj të varfërve, ato që kanë nevojë. Dhe më thonë, në fshatin tonë i dim kush janë, kush ka nevojë me ju ndihmu. E dyta thot të ngratëve, ato që s'kanë, kanë thonë ulemat s'kanë as shtëpi, s'kanë as kul mbi kokë, jetojnë në rrugëve. A duhet me e pru musliman punën që njerëzit me ardhë deri që ati, jo nuk duhet me e pru punën, nuk duhet me e pru punën që me e pru punën që ku vjen e zeqatin, na me ja dhonë zeqatin që ai me mbledh para të zeqatit edhe me amaru ati një shtëpi. Musliman nuk duhet me e pru punën vëllave e vetë me e lonë kështu. Ato para se me ardhë zeqatit duhet me organizu dhe me ja bo një shtëpi ati sikur që i kemi bo na shtëpijet të tona. E treta thot Allahu xhalla xhelaluhu, ju takon atinve punëtorëve që e mbledhin zeqatin. Kuj? Do thot ato që punojnë në Bejtul Mal, që kanë punu për para në kohën e pejgamberit a.s. Ato punëtorët paguhen për çkajt, paguhen për zeqatit. Do thot. Dhe e katra, thot Allahu xhalla xhelalu, ju ipet zeqati njerëzve për me u përfitu zemrat. Që tash ulemat binë, do të thotë në kundërshtim në këtë aspekt se a është kjo vetëm për muslimant apo edhe për ato që nuk janë musliman. Shumica thonë se këtu nuk hin a je musliman as je musliman. Nëse e shef ty të arsishme se e ke një njeri i cili do të thotë është i interesuar për islamin, e don islamin, mirë po nuk ka musliman. Ose është musliman, mirë po nuk i bjen namazit, nuk ka fort fetar. Mirë po e ka në qep dunjallëkën i do parët të në qëtu. Çka ban për me përfituti ata, është mirë për parave të zeqatit, me adhon ati zeqatin. Për me përfitu zemën, li të alif el kulub, kanë thonë ulemat. Do të thotë, edhe këti i takon zeqati. E pesta thotë, është nëse gjindit e na nuk kemi, mirë po në kohën paharat, në kohën e pejgamberit a.s. ka pasë robë, janë shqitë njerëzit me pare. Do të thotë,
baba e ka shit çikën e vet, e ka qenë në pazar dhe e ka shit për dikan. Sigur të na kishim lejm hajvan të lupt. Në atë kohë ka pas njerëzit që janë shit me. Pse? Se fukarallëki i madh. Domethënë të tregoj që një hoxh, një rast, thë që baba ka dalë e ka shit çikën e vet se s'ka pas çka mi dhon me hangër. Janë kontra vetë, baba, nona dhe vajza. Edhe kanë ardhur unë di baba edhe nona me e shit vajzën, me e çu dikun që të ketë bile ajo me hangër. Mos desin të tret, se çaq shumë janë kanë fukara. Edhe aje tregon se del njoni e blen atë çikën, do të thotë me pare, dhe ja hap hedije një thes me hurma atij babës vet. Do të thotë si rast, edhe kitu shku të shtëpia, do të thotë a lot s'ka mujt me e bajt, ata thot e gjon njonin që ka bajt, do të thotë me kulica, me sisene që ka bajt madh, thot apo ma çon të shtëpia që këtë thes me hurma, thot ta jap gjimsin e thesit. Pare s'ka pas mi dhonë, po, do thot hurma ka thonë po t'ja. Edhe ai ka thonë ani, mirë po ka daballok i madh rrugës, edhe hupin këto njëri me tjetrin. Edhe hupaj me kolic, ki që të shkon tjetër, ka shti, ki me kolic, pja dhe shpien ku e ka, aje ka hup këta, edhe hup, edhe kish ka ban, ktheja te mas. Ktheja te mas te aj gazda ku e ka shit qikën. Mi kallzu ati se i hupa hurmët. Qa ka bon ki, edhe ki me kolic, ktheja te aj. Taj gazda. Kur kthehet taj gazda, i thot aj gazda, thot kuj ki hurmët, thot ja kam dhënë njënët mi bajt. Te bon këtë muhabet, aj vjen, te mas. Tu. Edhe shka thot mere thesin, mëse e dikuj me ta gjutë të shpia. Po thot që e vetë, po thot sum të e bajt, Iran. Thot po që godit ti me këtë, thot me ja dhënë gjimsen e thesin me hurmë. Aja mere gazda dhe e shpras thesin e hurmës, në tokë, e në thotë si i ka pas mrejna në thes 100 dirhem. Ki gazda ja ka dhonë një thes me hurmë, mirë, po në thesin i ka shti 100 dirhem. 100 dirhem, së kur shtitë të na, mi ja dhonë 10.000 euro, me thonë, do me thonë, akon pasurie madhe. Thotë, por ata po thamë, mësja ja për thesin dikujna që të kujna. Edhe ki kur i shetë 100 dirhem, thotë, a janë të mijët që të po, thotë, po ma shetë që këntejme. Thotë apo marrë, thotë pse? Thotë s'po du me ta shit masim i dhame parët, thotë, pe e blej që kënë teme. A qikën që e ka blej, a i dikon e ka blej 40-50, do thotë, dirhem. Edhe a i ka thonë, mere vazën, meri parët, meri hurë, më shko të shpia. Do thotë, ashtë, si që do shtë me thonë, apëton se edhe me e liru një robë. Nëse e shuf me një robë, se e ka blej dikush, me parët zeqatit, ki drejta me shku, me e vli, atë robin edhe mi thonë ati hecë, me liru. Me konë aj i lirë. Pjesat qëtën, e cila është e përmenme, dhe të thënë pjesa e 6, thotë Allahu Gjelle Gjelalu me ju dhonë zeqat lejohet edhe borxhlive që kanë borxh. Dikush ka morë borxh dikun, edhe nuk mujtët me la borxhin. Edhe ti e din se ai ka borxh. I merë parat e zeqatit, thot që parat e zeqatit shkollaje borxhi. Do thot edhe borxhlive ju takon me e dhanë, do thot me ja dhanë zeqatit. E 7, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, do thot wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Do thot ju takon me ju dhanë zeqat kuj luftarve në rrugë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tani ulemat kanë folë këtu shumë, se kush është do të thotë fi sabilillahi, edhe ibn sabil. Këtu është do të thonë ajeti se do të thotë ushtarëve të cilat janë në luftë, me ia dhënë zeqatin, po edhe atyre të cilat se do të thotë fjala xhihad e kanë marrë ulemat për fjalës xhihad, e nxjerrin se çka do të thonë fjala xhihad. Fjala xhihad në përkthim do të thonë përpjekje. Mirë po, original është çka me shku në luftë me luftu. Mirë po, kemi disa lloje të xhihadit. Kemi xhihad fi sabilillah, do të thonë me luftu në front, kemi xhihad dhe xhihadun nefs. Do të thotë ti me luftu me veten tënde. Kemi edhe xhihad çka me urdhëru në të mirë dhe me ndalu nga e keq. Do thotë ulemat kanë ra mendime se
njerëzve të cilët për shembull fi sebilillah hin edhe kush ku thash më herët bashkia islame. Se këto e mojnë gjallë me thonë islamin. I kanë institucionet. Do thotë, e kanë institucionin, bashkësit, qendrat, do thotë, plus i kanë xhamit. Po mos tishin këto, ki organizim, sot do më thonë, që jemi na sot në xhami, që jemi organizu, këtu i kemi projekte dhe organizimit e tona, aksionet e tona, namazin, bajramin, zekatin, këtë unë qka, këtë këto bëhen qish me organizimit muslimanëve. Do thotë edhe grupi i qiteni njerëzve të më thonë, që e mojnë gjallë islamin, do thotë, lejohet me javdhan kanë zekatin. Dhe e punit thotë, Allahu Gjelle Gjelalu thotë edhe atyre udhëtarëve që kanë mejtë në rrugë dikun. Edhe vjen për shembull dikush një panjofshëm, kalon këtu pari, ose ja kanë vedh parët, apo ju ka prish kerri, s'ka pare me ndreq, ose ku e dune qka e ka një musibet i ka ndodh, udhëtar ashtë, edhe ka nevoj me ndihmu, edhe këti i lejohet me edhan zekatin. Dhe thot Allahu Gjelle Gjelalu, kur e përmen dhe thot këtu, e përmen edhe, Allahu e di një gjendjen e robërve të vetë, punon si pas urësisë së vetë. Dhe thot sur të ube, përmenden këto 8 kategori të cilat Allahu Gjelle Gjelalu e ka bo që me javdhon zekatin. Edhe njerë e para ishte fukarave, e dyta që thash ato që janë të ngratë, që janë edhe ma fukara se fukara. Siç e dim do thotë se Kazike Mulla Jakupi në Egjipt thëjke 9 milion popull jetojnë ku në për vorra. Se ku shakon në Egjipt, do thotë ka plot vorra i ndreqin me kulm. Na veç mërmera, që nojmë shumë. Ato edhe kulma ju nojnë vorrave. Se do thotë qa që janë, do më thonë njerëzit, anë se janë, agje Arabi. Na i thojmë Arabi, anë se janë, po agje ko njerëzit më të patdiqëm se pitena. Besoni, ato kanë teqe, sene, që si dërvishlëke në për Turki me shku ki e plot. Për ata, Mulla Jakupi të ke 9 milion milet, ku jetojnë, i mori një rëgonat, qevet, flejnë, që ati në rato sreja, s'kan shpia. Qëtë një njerëzve, do thotë që janë në gratë, s'kan shpia, s'kan lejot, do thotë këtu janë shumë ma fukara se ai i cili nuk ka me ngranë. Edhe e treta, që ishtë tash, atinit të cilët e të bujnë zekatin, e katra për me përfitu zemrat e njerëzve, e pesta ishte me ngliru ropt, e gjashta bërgjlive, e shtata luftarve në rrugën e Allahut, dhe e teta ishte për ato të cilat kanë metë në rrugë. Për ata, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bon që ki din me konë shka, me konë i regull, me pos regula, me pos dispozita, që njeri mos me gabu. Nuk e kalon nësë një mënirë, do thot me qenë i cili gabon. Mirë po përmes adhurimeve, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bon që aji me konë në kurnizën dhe me pas islamin sistem jete, do thot me pas kushtetut. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëhtë për atyre të cilat e mormi islamin ashtu siç e ka pru Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe siç në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe qemi prej atyre që për çdo ibadet Allahu Gjelle Gjelaluhu mos në laje me deviju, po të në jape udhëzimin siç e kërkojmë çdo ditë na, do të thotë në namaz e në duat e tona. Lusmi Allahu Gjelle Gjelaluhu që këto ditë të cilët kanë metë Allahu talshoje mëshirën e tij dhe mos në ktheje duat tona bosh, ibadetet tona të në pranojë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim.